Bismillah, alhamdulillah. Për haditheve që flasin lidhur me shikimin e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, është edhe hadithi në Buhari dhe Muslim, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka treguar shokëve të vet, duke u thënë se ju do ta shihni Zotin tuaj me sy të ballit, ashtu siç e shihni këtë hënë të plot, dhe nuk do të keni vështirësi për ta parë atë subhanahu wa taala. Pra qëllimi është do ta shihni gjasimi i shikimit me shikim, jo gjasimi i Allahut me hënën, sepse Allahu, siç thot lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, asgjë nuk i shëmbëllen Allahut, ai është që dëgjon gjithçka dhe sheh gjithçka. Po ashtu hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se në ditën e Kiametit do të hiqet pengesa dhe banorët e xhenetit do ta shohin Allahun subhanahu wa taala dhe asgjë nuk është më e dashur për ta se sa shikimi në fytyrën e tij subhanahu wa taala. Hadithet e shumta që kanë arritur gradën e tawatur, do të në saktësinë më të lartë. Andaj kushdo që përgënjeshtron shikimin e Allahut ditën e Kiametit, ai person e ka përgënjeshtruar Kur'anin, po ashtu i ka përgënjeshtruar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.